Shoqëria Kulturore Artistike Jetë e Re është formuar në vitin 1983. Iniciatori i parë kam qenë unë, Aledin Osmani, ka disa të ndjerë, është Abdurrahmani, ka shumë, s'po i cek i keq me emrin, ndoshta millohen. Ato ishin të partë, kemi pas sfida shumë mëdha gjatë viteve, do thotë janë pak 40 vite, do thotë nga shekulli i kaluar 1983 deri tash 2023, do thotë janë 40 vite të plota. Kemi pas batica. Ishte shumë kënaqësi, do thotë për mua se unë kam jetu 35 vjet në Zvicër, tani jam kthi, kam 1 vjet. Kënaqësia ime më e madhe është që ekziston emri, do thotë si shoqëri kulturore artistike dhe funksionon, është shumë funksionale. Ju e pat edhe vetë programin, ju ishte një program, unë besoj që ishte mirë, më pëlqeu, tash nuk e di tjerëve, ndoshta dikujt si ka pëlqy, po për mua ishte program shumë i mirë. Mi kthej ato kujtimet, do të para 20 vjetë, para 40 vjetë, të në dialektin tonë, që kemi qenë atër, shumë të ri, tash jemi plak. Ishte shumë e vështirë, problemi kryesor ka qenë, jo për mashkullt, si me shkuj me organizu diçka, po problem kryesor ishte femrat me i mbledh. Kurse në ditë sotit ke, do thotë që edhe femra edhe mashkull. Po krahasim me atëherë ka dallim shumë. Po unë shpresoj që këtë do të mbese si traditë për mërvimtarët. Unë edhe vetë kam qenë mërvimtar, më tash si jam në mesin e tine, jam kthi në vendlindje për t'jetu. Edhe besoj që ki manifestim, shpresoj, dhe uroj që do të mbese çdo vit si tubim i gjithë bashkëdhetarëve, edhe me vendasë, edhe me bashkëdhetarë, s'po të ndrojmë nga një fjalë, edhe të takohemi. Se unë di si është kur i shef disa njerëz si ke pa shumë vite, edhe i takon pastaj këto. Mirë është, më i thënë drejt, unë jam kthi, kam mendu që nuk do të punoj mos, kam më thënë kërkush punë mbar, i kam familjen atje, djemtë i kam atje, janë të rritën, janë punë, kam pas fat që kam punu mirë, dhe jam kthi pak para kohe, para pensionit, edhe e ndjehem shumë mirë ndjehem. Po, unë nuk di, tjetër kush ndoshta se si e kupton, po unë ndjehem shumë mirë. Faleminderit edhe nga ju që na vizituat, urime për televizionin, punë të mbar, inshallah keni suksese në të ardhmen.